Mijëra familje që deri më sot nuk plotësonin kushtet për të përfituar një banesë me kostot e ulët mund të ketë tashmë një mundësi të re. Qeveria propozon ndryshime të rëndësishme në ligjin për strehimin social, duke zgjeruar kategoritë përfituese, krijuar garancitë sovrane për kredite banesave dhe shtuar forma të mbështetjes për strehim. Ndryshimi me ndikimin më të madh tek projekt ligji i hedhur për konsultim publik nga Ministria e Ekonomisë dhe Inovacionit lidhet me rritjen e kufirit të ardhurave që lejon një familje të aplikojë për strehim. Në vend të formulës aktuale, ku të ardhurat vjetore neto nuk duhet të kalojë 1/6 e vlerës së banesës, projekt ligji e çon këtë kufi në 1/2. Kjo do të thotë se tavani i të ardhurave trefishohet. Për shembull, nëse vlera mesatare e banesës është 100.000 euro, sipas ligjit aktual mund të përfitojnë familjet me të ardhura vjetore neto deri në rreth 16.700 euro në vit, ose 1.391 euro në muaj, ndërsa me formulën e re kufiri do të arrinte në 50.100 euro në vit, ose 4.175 euro në muaj, totali i të ardhurave. Një tjetër risi është krijimi i garancisë sovrane. Përmes këtij mekanizmi, shteti do të garantojë një pjesë të principalit të kredive të lehtësuara për blerjen e banesës, duke u bërë më të lehtë familjeve sigurimin e financimit nga banka, edhe kur nuk plotësojnë të gjitha kushtet për kolateral. Masa e garancisë sovrane propozohet të mbulojë deri në 30% të vlerës së banesës, por rreth 4.100 familje që kanë aplikuar vitin e fundit, kostoja e vlerësuar e kësaj garancie do të shkonte rreth 231 milion lekë. Por garancia sovrane nuk shmang detyrimet. Garancia sovrane nuk përjashton përgjegjësinë e huamarrësit për shlyerjen e plotë të detyrimeve që rrjedhin nga kontrata e kredisë dhe nuk kufizon të drejtën e shtetit për të kërkuar rikuperimin e shumave të paguara në zbatim të garancisë. Ndryshimet prekin edhe mënyrën e shfrytëzimit e banesave që bashkitë përfitojnë nga kuota prej 3% të sipërfaqes që dërtuesi ja kalon asaj fales, e cila mbetet e padryshuar. Projekt ligji parashikon gjithashtu një program të ri për subvencionimin e qiras për kategoritë e veçanta, ndërsa përfituesit, kriteret dhe masa e mbështetjes do të përcaktohen me vendim të Këshillit të Ministrave.